Mirëmëngjes, mirëdita, mirëmbrëma për të gjithë vëllezërit, motrat, për të gjithë kishën e Zotit, kishën ministrore të Jezu Krishtit ndërkombëtare, kishat në të cilat Perëndia ka lejuar që të mblidhen në vende të ndryshme të botës, në shumë shtete, fshatra dhe vende, qytete, në të gjitha ato vende ku Perëndia ka lejuar të arrijë fjala e tij, dhe në disa vende, në disa ishuj, grupe të vogla që tani po formohen, sepse fryma e Perëndisë tonë ka qenë aty duke rrethuar njerëzit, rreth zemrave të gjithë secilit, për të shfaqur Zoti, për të shfaqur para njerëzve, për të treguar sa i ekziston dhe sa i është i gatshëm të bekojë të gjithë ata që thrasin, që hapin zemrën për të, prandaj për të gjithë ju. Ju që më shikoni, ju që do të dëgjoni mësimin, reflektimin rreth fjalës së Zotit, mirë se vini. Mirë se vini dhe Perëndia im qoftë gjithmonë me gjithë secilin prej jush në zemrat dhe në mendjen tuaj, që ju të mund të kuptoni këto mesazhe, këto fjalë, edhe pse në pamje të parë duket se po lexojmë një histori të mira viteve më parë, nuk është histori, është një histori e mrekullueshme, historia e Perëndisë tonë, mënyra se si ai është sjell me njerëzimin që nga dita kur e krijoi. Kështu që ne këtu lexojmë, dhe për ne kjo nuk është histori sepse Perëndia jeton, duke qenë se ai është aty i pranishëm në secilin prej nesh, atëherë ai ju jep jetë të gjithë këtyre shkronjave, këtyre shkrimeve, dhe ai ju jep jetë në shpirtin ton, në zemrën ton, dhe përveç kësaj ai bën mrekulli. Bën mrekulli ndërkohë që ju jeni aty duke dëgjuar leximin, duke dëgjuar mësimin apo shpjegimin ose reflektimin, sido që ta quajmë, ndërsa ju jeni aty të vëmendshëm duke dëgjuar, Zoti është duke bërë një mrekulli në jetën tuaj. Zoti po ju çliron, po ju ndryshon mentalitetin, po ju transformon, po heq mallkime, po heq sëmundje, po heq kurthet e armikut, zilin, smirën dhe po ju jep paqe. Të gjitha këto i bën Zoti gjatë mësimit, gjatë kohës që ju ja i kushtoni për të hapur Biblën, për të lexuar ose për të lutur ose për të kënduar ose për të dëgjuar ndonjë mësim. Prandaj mirë se vini të gjithë dhe një përshëndetje të veçantë për personat që janë për herë të parë me ne, dhe personat e rinj në kishë, dhe personat që e di që lidhen sot në internet për të parë mësimin dhe që nuk kanë marrë guximin që të shkojnë në një nga kishat tona. Ndoshta në siguri kanë frikë, ndrojtje, frikë, nuk e di se çfarë i pengon, çfarë ndjejnë dhe nuk shkojnë në kishë, kanë frikë se çfarë do të thonë të tjerët ndoshta, se ndoshta njerëzit do t'i kritikojnë, familja, miqt, do t'i kritikojnë dhe për këtë arsye nuk marrin guximin, por unë ju ftoj të bëni përpjekje dhe të mblidheni në kishë që të dëgjoni profeci, që t'ju vendosin duart, që ju të jeni aty të mbledhur me gjithë kishën, dhe atëherë fryma e shenjtë, duke qenë se ai shfaqet, sepse fryma e shenjtë është në çdo zemër, në çdo jetë, atëherë ju do të ndjeni praninë, prezencën e Perëndisë, dhe do të ndjeni gëzim, lumturi, dhe do të shihni se sa ndryshe është të shkosh në kishë. Kjo gjë është shumë ndryshe nga të parit të mësimit vetëm në zyrën tuaj ose në shtëpinë tuaj, në vendin që ju keni zgjedhur për të parë këtë mësim. Kështu që unë ju ftoj që të shkoni në kishë. Mos prisni që të bëni nesër atë që mund ta bëni sot, dhe mblidhuni në kishë. Dhe shumë bekime nga Zoti të jenë për të gjithë ju. Zoti ju bekoft, edhe për vëllezërit dhe motrat që janë me mua, një përshëndetje shumë të veçantë. Zoti ju bekoft dhe mirë se vini po ashtu, dhe mund të uleni në vendet tuaja, dhe kështu jemi gati të përgatitur për të filluar. Çfarë tjetë vallë ajo që do të na tregohet këtu?
në librin e veprave kapitulli 5, në veprat kapitulli 5 që na takon të lexojmë sot, mos harroni që jemi duke lexuar të gjithë kapitujt. Ka kapituj të shkurtër dhe ka kapituj të gjatë. Ky kapitull ka 42 vargje dhe do t'i lexojmë dhe do të shohim se çfarë gjejmë për të mësuar, çfarë do të gjejmë që ne të ndryshojmë, që ne të ndjekim Zotin, të ndjekim rrugën e Perëndisë, çfarë doktrine, çfarë gjëje të re të ketë për ne, sepse unë e di që çdo herë gjejmë diçka të re. Dhe ka shumë gjëra që ne i lexojmë dhe nuk reflektojmë mbi to, por ndoshta sot Perëndia që është këtu me ne, është shumë i lumtur dhe ka surpriza dhe Zoti na ndihmoft të gjithëve të marrim atë që presim, sepse ka shumë vëllezër dhe motra, ka shumë njerëz që kur e njohin rrugën e Perëndisë, fillojnë t'i kenë shpresat te Perëndia, sepse Perëndia u bën premtime. Kur Perëndia bën premtimet, çdo person ka një shpresë. Mban një shpresë në zemrën e tij, shpresën se kur Zoti do të më përmbush këtë gjë apo atë gjë tjetër. Dhe ne jetojmë me atë shpresë dhe ndërkohë gëzohemi dhe bekojmë dhe duam emrin e Perëndisë tonë. E adhurojmë, e respektojmë Zotin, e nderojmë, pranojmë ekzistencën e tij dhe ai nga ana e tij na ndihmon në çdo moment të vështirë, në çdo moment të mundimshëm, sepse kemi armikun ton pranë që na përndjek vazhdimisht, por Perëndia ynë do të na ndihmojë, kështu që nderi dhe lavdia qofshin për Perëndin ton për shumë të lartin. Veprat, kapitulli 5, leximi për Ananian dhe Safirën, disa besimtar nga ata që në fillimet e kishës ishin kthyer ose ishin konvertuar te Zoti, dhe tani ata po gëzonin Ungjillin e pastër të Zotit ton Jezu Krisht, po gëzonin një rrugë ndryshe, një plan shpëtimi ndryshe që Perëndia e kishte përgatitur që përpara themelimit të botës dhe që tani kishte hyrë në fuqi, ishte miratuar, aprovuar, përmbushur nga Zoti Jezu Krisht, i cili përmbushi të gjitha kriteret që Perëndia kërkonte, që duheshin përmbushur në ligj, që në këtë mënyrë të ndryshonte Perëndia planin, të bëhej një beslidhje e re dhe plani i shpëtimit, metoda e shpëtimit do të ishte ndryshe pas Krishtit, dhe ashtu ndodhi, sepse Zoti Jezu Krisht përmbushi të gjitha rregullat, kushtet. Dhe kështu, në librin e veprave të apostujve, që është historia e kishës së hershme, primitive, se si filloi, gjejmë shumë anekdota të personave të ndryshëm. Dhe këtu do të lexojmë për Ananian dhe Safirën, që siç ju thash, ata ishin besimtar, kishin mësuar doktrinën dhe e dinin se fryma e shenjtë fliste. Kishin dëgjuar profeci dhe e dinin që Perëndia i shfaqej njeriut, qenieve njerëzore, çdo personi në mënyrë individuale, sepse në kohën e ligjit të Mojsiut, Perëndia i shfaqej vetëm kryepriftit ose profetëve, por nuk shfaqej veçmas të asnjë person. Dhe tani ata kishin parë, shihnin se si Perëndia po shfaqej në jetën e çdo personi dhe ata ishin shumë të lumtur, ashtu si ne sot jemi të lumtur kur shohim se Perëndia na dëgjon
është me ne, na flet dhe në mënyrë të veçantë na bën premtime dhe na i përmbush, prandaj falenderit Perëndis ton. Pra thuhet kështu: kurse një far burri me emër Anania, me gruan e vet Safira, shiti një pronë për mbajti për vete një pjesë të fitimit me miratimin e gruas. Thot sa i shiti pronën dhe mbajti për vete një pjesë të fitimit, ndryshoi çmimin e pronës që shiti me miratimin e gruas, dhe çoi pjesën tjetër dhe e vuri te këmbët e apostujve. Ata ishin zotuar, i kishin premtuar Perëndis se do të shisnin pronën dhe se të gjithë fitimin do t'ju jepnin apostujve, që ata këta të fundit ta shpërndanin te personat në nevojë. Por këtu, në këtë moment kur ata shitën tokën, pronën, pasurinë, ndodhi që filloi lakmia. Filloi lakmia, ambicia te Anania dhe te Safira, dhe than janë shumë para. Janë shumë para këto që do t'u japim apostujve, më mirë të japim një pjesë dhe ta mbajmë një pjesë për vete dhe t'u themi apostujve se aq ishte çmimi për të cilin u shit pronën. Ata harruan për një moment se Perëndia fliste. Harruan se apostujt kishin frymën e shenjtë dhe se kishin të gjitha dhuntit frymërore. Anania dhe Safira harruan këto gjëra, këto detaje, dhe menduan se mund të silleshin me apostujt sikur me çdo person tjetër të ligjit. Le të kujtojmë se në ligjin e Mojsiut secili bënte atë që i dukej mirë sepse nuk e zbatonin ligjin ashtu si Perëndia i kishte mësuar përmes Mojsiut. Kështu që secili bënte gjërat, jetonte sipas qejfit të vet. Anania dhe Safira ishin mësuar me faktin që kishte mungesë ndershmërie populli, njerëzit, që njerëzit ishin gënjeshtar, ishin të pandershëm, ishin lakmitar, që mund të fshihnin, që mund të shantazhonin, që mund të mashtronin. Dhe ata menduan që me apostujt mund të bëheshin gjërat një lloj me mënyrën se si ata ishin mësuar të jetonin, të përzier, të përfshirë në të gjitha këto situata. Dhe për këtë arsye ata i than apostujve kaq e shitën dhe kaq. Dhe pjesën tjetër e mbajnë për veten. Çfarë ankthi kur ata u zbuluan nga Perëndia, u zbuluan nga fryma e shenjtë. Sepse kur ata erdhen me parat dhe i vun te këmbët e apostujve, Pietri thot në vargun 3, por Pietri i tha Anania, pse Satani ta mbushi zemrën që të gënjesh frymën e shenjtë dhe të mbash një pjesë të fitimit të vendit. Pietri nuk i tha pse gënjeve Pietrin. Pietri nuk tha këtë. Pietri tha pse gënjeve frymën e shenjtë. Sepse ishte Perëndia. Kishte qenë Perëndia përmes frymës së shenjtë që u kishte mësuar të gjithëve se duhet të ndanin gjërat, se ata që kishin shumë para, ata që ishin të pasur dhe që kishin shumë pasuri, t'i shisnin dhe t'i shpërndanin gjërat për njerëzit në nevojë, se Perëndia do t'i bekonte dhe do t'u kthente të mirat e tyre, dhe që ata nuk do të kishin asnjë lloj skamje, asnjë lloj nevoje, asnjë lloj mungese, por gjithçka do të bekohej, do ta shumëfishonte Zoti. Dhe Zoti u mësoi këta apostujve, dhe ata nga ana e tyre u mësonin njerëzve që duhet i bënin këto misione, të ishin të mëshirshëm, zemërgjerë. Prandaj ai tha,
Është fryma e shenjtë, nuk është pjetri, sepse nuk ishte pjetri ai që shpiku faktin që njerëzit të shkonin të shisnin dhe të sillnin fitimin për ta ndarë me të tjerët. Ishte Perëndia, ishte fryma e shenjtë që na mësoi të gjithëve. Këtë mund kishte thënë Pietri në atë moment. Dhe duke qenë se ishte fryma e shenjtë, ai që mësoi, ai që na tha, që na mësoi se duhet të ndajmë gjërat dhe të ndihmojmë dhe të zgjasim dorën, të ushtrim dorën njerëzve në nevojë. Për këtë arsye, ai në asnjë moment nuk thot Ananias pse po gënjen Pietrin, por i thot pse po gënjen frymën e shenjtë. Dhe në vargun 4 thuhet, thot Pietri, vazhdon dhe duke i thënë, po të mbetej e pashitur, pra, nëse ai nuk e shiste pasurinë, a nuk do të ngelte jotja? Dhe pasi u shit, a nuk ishte në pushtetin tënd? Pse e shtive në zemër këtë gjë? Ti nuk gënjeve njerëzit, por Perëndin, sepse ti u zotove. Kur dëgjove mësimin se duhej të ishim bujar, zemërgjer dhe të mëshirshëm, se duhet të ndanim gjërat, ti ishe dakord, pranove dhe i premtove Perëndis se do të shise një pronë për t'ju shpërndar fitimin të varfërve. Ti e bëre këtë zotim. Dhe tani, që gjërat u bën, pendohesh dhe do të mbash një pjesë për vete. Në këtë mënyrë, ai po gënjente frymën e shenjtë për shkak të zotimit që ai kishte bërë për të shitur pronën për t'ju dhënë gjithë fitimin të varfërve. Dhe për këtë arsye Pietri thekson dhe i thot, nuk e gënjyer njerëzit, por ke gënjyer Perëndin. Dhe në vargun 5, pastaj vijnë pasojat e të gënyerit të Perëndis dhe përpjekjes për të mashtruar apostullin dhe njerëzit që me siguri ishin aty me apostullin. Dhe për këtë thuhet se kur i dëgjoi këto fjalë Anania, ra për tokë dhe dha shpirt ose vdiq. Dhe një frikë e madhe erdhi mbi të gjithë ata që i dëgjuan këto, sepse ishte shumë i rënd fakti që ai kishte gënyer frymën e shenjtë dhe të kishte tentuar të mashtronte apostullin, dhe jo vetëm këtë, por me këtë veprim ai donte të mashtronte të gjithë të pranishmit dëshmitarët që ishin aty dhe që kishin marrë vesh këtë çështje, dhe fjala e Perëndis do ishte kthyer në tallje, sepse njerëzit do të kishin thënë, shiko këtë, shiko ky se si e mashtroi apostullin, shiko e mashtroi. Nuk dha gjithë fitimin, mori një pjesë për vete. Madje edhe vetë Safira, gruaja e Ananias, po ashtu do të kishte thënë, e pra këtu, në utallën, dhe gjithçka do të përfundonte me talljen, me gënjeshtra, në mashtrim dhe asgjë nuk ndodh. Dhe Perëndia deshi të lartësoj emrin e tij dhe deshi t'u tregoj njerëzve se fjala e tij është e patundur dhe e denjë për respekt. Se fjalën e Perëndis duhet ta respektojmë, urdhrat e Perëndis dhe fjalën e tij duhet ta respektojmë. Premtimet e tij, gjithçka është e denjë për të respektuar dhe se duhet të kemi frikë, respekt për gjithçka që vjen nga Perëndia dhe se duhet ta nderojmë mbretin ton dhe ta duam me gjithë zemrën ton dhe të mos gabojmë në asnjë aspekt. Mëtej thuhet këtu në vargun 6, atëherë u ngritën të rinjt e mbështollën, e mbartën jashtë dhe e varrosën. Dhe afërsisht 3 orë më vonë,
hyri dhe gruaja e tij e cila nuk dinte ç'kishte ndodhur, por Pietri ju përgjigj asaj, më thuaj, a e dhatë vendin për kaq? Ajo tha, po, për aq. Bëri të njëjtin gabim. Atëherë Pietri tha, pse u morët vesh që ta tundoni frymën e Zotit? Ata tunduan frymën e Zotit me këtë gënjeshtër, me këtë justifikim, ja këmbët e atyre që e varrosën burrin tënd janë të dera dhe do të mbartin jashtë edhe ty. Sa trishtim, sa ankth sjellin të gjitha këto, dikush mund të thotë Perëndia, sa pa mëshirë dhe pa dashuri është Perëndia, pse e bën këtë? Shumë njerëz e thonë këtë, njerëzit që nuk e njohin Perëndin thonë këto gjëra. Por ne e njohim dhe e dim se Perëndia është një Perëndi i besnik, i përsosur dhe që atij i pëlqen drejtësia dhe përsosmëria. Atij i pëlqen gjithçka që është e ndershme, besnike, ti bëj të gjitha gjërat me drejtësi, i tillë është Perëndia dhe fjala e tij. Dhe ai ua ka mësuar këtë shumë herë qenieve njerëzore në shumë mënyra, për shumë kohë, për shumë vite, për shumë breza. Gjithmonë i ka mësuar njeriut të jetë i drejtë, që të mos shkoj të mashtroj, të mos gënjej, dhe kështu që Perëndia e ka mësuar këtë, prandaj nuk mund ta vëmë në pikpyetje Perëndin të themi se i mungoi dashuria, i mungoi mëshira, nga fakti që bëri këtë me Ananian dhe me Safirën. Sepse Perëndia është i përsosur dhe ai thotë se ai dëshiron që edhe njerëzit e tij të jenë të përsosur dhe ai na mëson. Dhe ai thotë se ne mund të bindemi dhe mund të përmbushim, mund të jetojmë sipas të gjithë këtyre gjërave. Ai e thotë dhe nëse ai e thotë, është sepse është e vërtetë. Dhe kështu që këtu, për këtë arsye veproi Perëndia ynë në këtë mënyrë, me këtë disiplinim kaq të ashpër veproi dhe vdiq Anania dhe vdiq edhe Safira. Dhe në vargun 10 thuhet, në moment ajo ra tek këmbët e tij dhe dha shpirt, dhe të rinjt si hynë e gjetën të vdekur e mbartën jashtë dhe e varrosën pranë burrit të saj, vargu 11. Kështu që një frikë e madhe e zuri gjithë kishën dhe gjithë ata që i dëgjonin këto gjëra. Atëherë thuhet se i zuri frikë e madhe. Por fatkeqësisht, ndonjëherë ajo frikë ose ajo trembje që njerëzit shfaqin në një moment të jetës, në një ngjarje që ndodh, është e përkohshme. Nuk zgjat, frika nuk zgjat shumë. Harrohet me kalimin e kohës. Kalojnë ditët dhe harrohet ajo që ndodhi. Harrohet se Perëndia është një Perëndi që duhet respektuar, se duhet i bindemi, se Perëndia është i ashpër dhe ai disiplinon të pabindurit, i disiplinon kryelartët, kokfortët, ata që janë jo konstant i disiplinon, të gjitha këto harrohen. Prandaj ne duhet të kemi një gjë që na kujton gjërat vazhdimisht. Vazhdimisht duhet të kemi diçka ose dikë që na kujton gjërat, sepse si njerëz i harrojmë. Dhe për këtë arsye, fryma e shenjtë është në mes të jetëve tona. Prandaj Zoti Jezu Krisht tha, unë do të shkoj, por nuk do t'ju lë vetëm, nuk do t'ju lë jetim. Do dërgoj frymën e shenjtë që t'jetë me kishën, që t'jetë me besimtarët, me ndjekësit e ungjillit të vërtet, që t'jetë me ta përgjithmonë. Dhe ai u tha që fryma e shenjtë do t'ju udhëheq, drejtoj, do t'ju orientoj, do t'ju thotë çfarë duhet bërë dhe si duhet bërë dhe do t'ju mësoj. Fryma e shenjtë është aty
për t'ju kujtuar të gjitha gjërat. Ky ishte një premtim i madh i Zotit tonë Jezu Krisht, dhe deri në ditën e sotme Zoti Jezu Krisht po e përmbush këtë premtim, lavdit Zotit tim, sepse fryma e shenjtë gjithmonë na thot të njëjtën gjë, na kujton të njëjtën gjë, sepse jemi qenie njerëzore që gjithçka e harrojmë, gjithçka e lëmë në harres, që ndodh diçka në një moment, kemi frikë, dridhemi, qajmë, kërkojmë falje, kërkojmë mëshirë, Zot pendohem, nuk do ta bëj më fal. Dhe javën tjetër gjithçka harrohet dhe bëjmë sërish, vazhdojmë edhe bëjmë të njëjta gjëra dhe bëjmë të njëjtin gabim në të njëjtën situatë. Prandaj kemi nevojë për dikë që të na i kujtojë gjërat, frymën e Zotit. Kështu që këtu thuhet se po, në ato ditë erdhi frikë e madhe mbi kishën, gjë që më vonë u harrua, por mirë, ndërkohë në ato ditë shumë njerëz patën frikë dhe besuan në fuqinë e Perëndisë dhe besuan sepse ishin fillimet e predikimit të ungjillit të Zotit tonë Jezu Krisht. Duke qenë se ishin fillimet, Perëndia duhet të shfaqej në këtë mënyrë të fortë, të ashpër, drastike, që njerëzit në atë kohë të besonin, sepse kishin ende ligjin e Mojsiut që ishte aty që po e zbatonin ata që nuk besonin në ungjil, prandaj ishte diçka e vështirë, prandaj dhe Perëndia duhej të shfaqej me gjithë këto mrekulli dhe shenja, siç i quajmë, që njerëzit të besonin dhe Perëndia në këtë mënyrë i ndihmonte apostujt në predikimin e ungjillit. Në këtë mënyrë Perëndia ishte me ta dhe i ndihmonte. Në vargun 12 thot, dhe shumë shenja dhe mrekulli bëheshin në mes të popullit nëpërmjet duarve të apostujve. Thuhet se shumë shenja, shumë mrekulli bëheshin në popull, të gjithë në një mendje të vetme mblidheshin në portikun e Salomonit, dhe asnjëri nga të tjerët nuk guxonte të bashkohej me ta, por populli i lartësonte. Le të mos harrojmë se kur flitet këtu për portikun e Salomonit, ishte sepse qyteti ishte i rrethuar me mure dhe kishte disa hyrje që nuk ishin hyrjet kryesore, por ishin hyrje të tjera që njerëzit të mos ecnin shumë deri te porta kryesore, dhe çdo hyrje quhej portik, dhe në çdo zonë, në çdo vend, në çdo anë të murit kishte nga një portik. Dhe aty në portikun e Salomonit, të kujtojmë se ishte një sinagog dhe aty apostujt kishin hyrë për të adhuruar Perëndin dhe po ashtu për të predikuar, dhe ishte aty vendi ku ndodhen shumë ngjarje, shumë gjëra. Dhe këtu në vargun 14 thuhet, kështu Zotit i shtohej një numër gjithnjë më i madh besimtarësh, turma burrash dhe grash, sa i binin të smurët në sheshe, i vinin në shtretër e në shtroja, që kur Pjetri kalonte, të paktën hija e tij të mbulonte ndonjë nga ata. Pra të gjitha këto ndodhnin. Në të vërtetë të gjitha këto ndodhen, thuhet se ata i sillnin duke qenë se kishte shumë njerëz dhe ishte e pamundur që Pjetri të shkonte te të gjithë një për një, ndaj thot se i vendosnin, i sillnin në sheshe dhe ai kalonte dhe me hijen e tij, me hijen Zoti bënte mrekulli dhe shenja. Sigurisht që e gjitha kjo gjithashtu mund të sillte çfarë? Kur njerëzit shihnin se Perëndia po bënte mrekulli përmes Pjetrit, ose kur njerëzit shihnin se Pjetri kalonte dhe që me hijen e tij bëheshin mrekulli tek njerëzit filluan po ashtu të idealizonin personin, ta kthenin si në idhull, si një person të rëndësishëm. Pjetri, ata që nuk kuptonin, nuk thoshin Pjetri është i mbushur me frymën e shenjtë, apo Pjetri ka dhuntit frymërore, jo, ata thoshin Pjetri është një shenjtor, Pjetri është i përsosur, Pjetri është Perëndi. Në atë kohë, pra shumë prej tyre e shihnin në këtë mënyrë. Të tjerët që nisnin të dëgjonin ungjillin, ata dëgjonin predikimin, mësimin e ungjillit dhe kuptonin që ishte vepra e frymës së shenjtë që ishte në gojën dhe gjithashtu në trupin e çdo apostulli, të çdo dishepulli.
Kështu që në këtë mënyrë formoheshin shumë koncepte. Shumë koncepte u formuan që nga ajo kohë, shumë koncepte formohen edhe në ditët e sotme, por sot ne mësojmë se është fryma e shenjtë, se janë dhuntit frymërore që Perëndia i jep një burri ose një gruaje. Dhe atëherë Perëndia e përdor atë burr dhe atë grua dhe bën mrekulli dhe shërime. Dhe gjithashtu Perëndia përdor ëndrat dhe vegimet. Dhe në këtë mënyrë Perëndia ndihmon njerëzit. Për këtë arsye ne përpiqemi që t'ju mësojmë njerëzve që të mos e shtrembrojnë rrugën, që të mos shkojnë në një rrugë tjetër, të ndryshme, por që me të vërtet zemrën, syt t'i vendosin te Perëndia ynë në frymë dhe në të vërtetë. Te Zoti Jezu Krisht që është biri i Perëndis, Perëndia ynë. Mirë, atëherë këtu thuhet në vargun 16. Edhe një turm nga qytetet përreth turrej në Jeruzalem duke sjellë të smur dhe ata që mundoheshin nga frymra të ndyra. Le ta vëmë re se të smurët gjithmonë kanë ekzistuar dhe se njerëzit e munduar nga frymrat e liga gjithashtu kanë ekzistuar gjithmonë. Për këtu thuhet dhe të gjithë shëroheshin sa e mrekullueshme është ajo që Perëndia po bënte në fillimin e ungjillit të tij. Por ne sot nuk do të ndihemi më pak se ata, sepse sot po ashtu Perëndia ynë po bën mrekulli dhe shenja. Vetëm se ne nuk mund t'i drejtohemi mediave të komunikimit për t'i treguar botës mrekullitë që Zoti u bën njerëzve dhe për t'u treguar atyre se si ka qenë para dhe pas çdo person, sepse Perëndia nuk na ka thënë të bëjmë këto gjëra. Ne themi vetëm se Perëndia bën mrekulli sepse ai jeton dhe në ditët e sotme po vepron, po punon një lloj si në atë kohë, sepse fryma e shenjtë është ai që merr përsipër të bëjë të gjitha këto vepra. Kështu që sot Zoti gjithashtu po bën shumë mrekulli dhe shumë njerëz tregojnë, njerëz që shkojnë në spitale ose që janë në spitale, atje në gjendje kome ose mjeku thotë se personi do të vdes që nuk ka më shërim për sëmundjen e tij. Dhe pavarësisht kësaj Perëndia ka pasur mëshirë për shumë persona dhe u jep ëndra dhe u thot unë do të të shëroj, unë do të ngrej nga këtu, ti nuk do të vdesësh ende, dhe kështu që Perëndia bën të gjitha këto mrekulli, prandaj ne besojmë këto që lexojmë. Ne nuk dyshojmë dhe nuk themi se kjo ishte gënjeshtër, kjo është e vërtet sepse kjo është ajo që ne dëgjojmë, jetojmë sot. Ne dëgjojmë të gjitha këto dëshmi nëpërmjet internetit, nëpërmjet njerëzve që shkruajnë dhe që tregojnë, dhe në shumë raste i kemi parë nga afër, kemi qenë të pranishëm dhe kemi parë mrekullitë që Perëndia u ka bërë shumë njerëzve. Pra shohim Perëndinë e gjallë. Perëndia i gjallë i asaj kohe që po lexojmë është i njëjti sot. Nuk ka asnjë ndryshim, është i njëjti dhe ai bën të njëjtën gjë sepse thuhet se ai është i njëjti sot, nesër dhe përgjithmonë për jetë. Është i njëjti dje dhe i njëjti sot, i njëjti nesër. Ai që ka qenë gjithmonë. Ky është Perëndia ynë. Nuk po lexojmë asgjë të re këtu dhe askush mos thotë, sa gjëra të bukura kanë ndodhur në atë kohë. Sepse sot Zoti gjithashtu po i realizon këto gjëra tek shumë njerëz. Në vargun 17, atëherë u ngritën kryeprifti dhe të gjithë ata që ishin me të, domethënë sekti i saducenjve, plot smir dhe vun dorë mbi apostujt dhe i futën në burgun publik. Shihni smirën e krerëve të asaj kohe, krerët e ligjit të Mojsiut. Vun dorë dhe i futën në burg, por në vargun 19, sa e madhe është mrekullia e Perëndis, por një engjëll i Zotit natën i hapi dyert dhe si nxorri jashtë tha, thotë se është një engjëll i Zotit, a nuk duket kjo e mrekullueshme? Po them këtu për një engjëll të Zotit, kjo ka ndodhur gjithashtu në kohën tonë, vetëm se ne me raste nuk mund t'i tregojmë këto sepse kjo më tepër do të bënte që njerëzit të na shihnin sikur po bënim gjëra që shkelin ligjet e qeverive. Por sot ka ndodhur, në këto kohë ka ndodhur
që Zoti nxori një person nga burgu. Një person që e futën në burg pa drejtësisht, gabimisht, për një keqkuptim, nuk do të them se ku, as nuk do t'jap shumë detaje, por ky person ishte atje në burg dhe Perëndia dërgoi një engjëll të veshur si roje dhe tha shiko, unë kam qelsat, ik, largohu. Dhe iku, lavdi Perëndison, lavdi Zotit, dhe kjo ndodhi në një vend të largët, shumë të largët. Kjo ndodhi në një vend shumë të largët, dhe ai person foli me mua dhe më tregoi dëshminë e tij. E shihni, pra Perëndia e ruajti dhe mbrojti dhe kaq. Perëndia e nxori. Pra, do të kemi zili për këtë kur thot, por një engjëll i Zotit natën i hapi dyert e burgut dhe i nxori, kjo ndodh. Kjo ka ndodhur, për Perëndin nuk ka asgjë të pamundur. Dhe thuhet dhe u tha engjëllit, shkoni paraqituni në tempull dhe i shpallni popullit të gjitha fjalët e kësaj jete të përjetshme, lavdi Perëndison, dhe ata si i dëgjuan këto hynë në tempull kur zbardhte dita dhe mësonin. Kështu që si mbeten ata që i kishin futur në burg, si ngelen, të shtangur do të thoja unë, shumë të habitur nga mrekullia që Perëndia bëri. Por kur erdhi kryeprifti dhe ata që ishin me të erdhën dhe thirrën bashk Sinedrin dhe të gjithë pleqt e bijve të Izraelit, pastaj dërguan rojtarët në burg për t'i sjellë apostujt, por rojtarët kur arritën nuk i gjetën ata në burg dhe kur u kthyen njoftuan duke thënë: ne e gjetëm burgun të mbyllur me çdo siguri dhe rojet jashtë duke qëndruar përpara dyerve. Zoti i vuri në gjumë rojet. Mirë, thuhet më tej, për kur i hapëm, nuk gjetëm asnjëri brende, lavdi Perëndison për këtë mrekulli kaq të madhe, por prifti komandanti i rojeve të tempullit dhe kryepriftrin kur i dëgjuan këto fjalë, të gjithë që ishin nën ligjin e Mojsiut u hutuan nga ato dhe menduan se ç'do të bëhej vallë. Por erdhi dikush që u raportoi atyre duke thënë: ja, burrat që ju i futët në burg janë duke qëndruar në tempull dhe po mësojnë popullin. Bekuar qoftë emri i Zotit. Atëherë komandanti shkoi me rojtarët dhe i solli pa dhunë, sepse kishin frikë, thuhet se kishin frikë nga populli se mos i vriste me gur. Kështu pra i sollën dhe i paraqitën përpara Sinedrit. Pra këtu shohim se si Perëndia vuri engjëll rreth apostujve dhe engjëjt ishin vetë njerëzit, populli, sepse ata gjetën hir nur përpara popullit, sepse ata pan mrekullitë që Perëndia po bënte përmes tyre, prandaj ata i donin këta persona dhe ata do t'i mbronin. Pra fal Perëndison se si Zoti, kur dikush ka një armik që po e vëzhgon për t'i bërë keq, pavarësisht kësaj, Perëndia vë gjithashtu engjëjt e tij, vë po ashtu mbrojtësit që t'jenë aty për të kujdesur për bijet e Zotit, lavdi Zotit. Dhe thuhet në vargun 28, pra se kur i sollën para Sinedrit dhe kryeprifti thot: a nuk ju kemi urdhëruar rreptësisht të mos mësonin atë emër, në emër të Jezusit mos mësoni, dhe ja, ju e keni mbushur Jeruzalemin me doktrinën tuaj dhe doni që të bjerë mbi ne gjaku i atij njeriu. Do me thënë Zotit Jezu Krisht, sepse ata mësonin doktrinën dhe thoshin ju ishin ata që i morët jetën një të pafajshmi Zotit Jezu Krisht. Kështu që ata thanë, tani doni të na fajsoni për gjakun e tij. Por Pjetri dhe apostujt duke u përgjigjur thanë, duhet i bindemi Perëndisë më shumë se sa njerëzve. Perëndia e atër dhe tanë e ringjalli Jezusin të cilin ju e vrat duke varur në dru. Atë Perëndia e lartësoi me të djathtën e vet dhe bëri princ dhe shpëtimtar për t'i dhënë Izraelit pendim dhe falje të mëkateve. Dhe për këto fjalë ne jemi dëshmitar të tij, si dhe fryma e shenjtë që Perëndia ua ka dhënë atyre që i binden atij duke vënë theksin te fryma e shenjtë. Sot ne theksojmë kaq shumë frymën e shenjtë sepse jemi dëshmitar
se është i vërtet se ekziston fryma e shenjtë. Ai shfaqet në jetën tonë. Kështu që thuhet në vargun 33, kur i dëgjuan këto ata u tërbuan dhe bën këshill për t'i vrarë, por një farise me emër Gamaliel, mësues i ligjit, shikoni këtë zotin Gamaliel ishte mësues i ligjit, ai ishte i nderuar nga i gjithë populli e nderonte Gamalielin, urdhëroi të nxidhen jashtë apostujt për një kohë të shkurtër, pastaj u tha atyre të Sinedrit, burra izraelit, mendohuni mirë për atë që do t'u bëni këtyre njerëzve. Sepse përpara këtyre ditëve u ngrit Teuda. Ai po tregon se para se të vinte Zoti Jezu Krisht, ishte ngritur një njeri që quhej Teuda, dhe sa i thoshte sa ishte një njeri i dërguar nga Perëndia, që ishte dikush shumë i rëndësishëm dhe ishte i dërguar nga Perëndia, dhe duket se ai filloi të formonte dishepujt e tij, filloi të predikonte disa doktrina dhe filloi të bënte dishepuj në të gjithë vendet, por kjo ati nuk zgjati shumë kohë, dhe kjo është ajo që Gamalieli, që ishte mësues i ligjit, po u thoshte këtyre krerëve të Sinedrit, të këshillit, po u thoshte, kujtoni kur u ngrit Teuda duke thënë se ishte dikush, ti ju ngjitën një numër burrash afro 400, por ai u vra, dhe të gjithë ata që e kishin ndjekur u shpërndan dhe u asgjësuan. Pra ai po jepte të kuptuar, duke thënë ashtu si u ngrit Teuda, që thoshte se ishte dikush dhe mblodhi rreth tij 400 ndjekës, por më pas e vran dhe pas i vdiq, thuhet se askush nuk ju bind më, por të gjithë u shpërndan dhe mbaroi grupi, dhe mbaroi feja apo doktrinat që po mësonte Teuda. Atëherë ky mësues i ligjit Gamalieli donte t'u thoshte të gjithëve, mos u shqetësoni se me këtë Jezusin e Nazaretit do të ndodh e njëjta gjë. E njëjta gjë do të ndodh me Jezusin e Nazaretit. Ai formoi dishepujt e tij. Ai formoi një grup njerëzish nga populli që e ndjekin. Tani janë dishepujt e tij. Ai tashmë ka vdekur, Jezusi vdiq. Po u thot ai atyre, ideja është se Jezusi vdiq. Por duke qenë se ata nuk donin ta planonin se Zoti Jezu Krisht ishte ringjallur dhe nuk donin ta planonin, atëherë ai u thot Jezusi vdiq. Kështu që një lloj si Teuda, ju mos u shqetësoni, lerini, se kjo nuk do t'u zgjas shumë kohë. Kjo ishte ajo që mendonte ky mësues i ligjit, sepse ai nuk e kuptoi, madje as nuk filloi të analizonte as mrekullitë që tashmë kishin ndodhur, as mrekullinë që Perëndia bëri duke i nxjerrë nga burgu. Ai nuk e pa këtë. Ai pa vetëm shembullin e një personi që kishte ekzistuar dhe tha, kështu do t'i ndodh edhe Jezusit, por lavdi Perëndison që ai e kishte kaq gabim, sepse Perëndia ynë ishte Perëndia i gjallë, Perëndia i fuqishëm, dhe Zoti Jezus kishte qenë me të vërtet i dërguari i vërtet i Perëndis, Mesias, i premtuari, që Perëndia kishte premtuar, shpëtimtari, ai mbreti i përsosur që do të vinte për të udhëhequr, dhe për këtë arsye apostujt kishin besim të plot, sepse ata po jetonin dhe po gëzonin praninë e frymës së shenjtë. Atëherë, për ta kjo ishte diçka reale, ajo që po jetonin dhe ajo që po ndjenin. Por personi Gamaliel, me gradën e tij, ishte mësues i ligjit, ai nuk donte t'i pranonte këto gjëra, megjithatë, në dukje duket sikur ishte aty përpara duke i mbrojtur këta njerëz, por mirë, ndoshta Perëndia përdori këtë mënyrë për të mbrojtur gjithashtu apostujt, dhe që ata të vazhdonin akoma të predikonin fjalën e Zotit, siç Zoti ua kishte urdhëruar,
sepse ata duhej të vazhdonin të predikonin dhe të mësonin dhe të bënin mrekulli dhe shenja deri ditën kur Zoti kishte caktuar në vullnetin e tij për t'i marrë apostujt në praninë e tij. Ata përpara kësaj duhet të përmbushnin këtë punë. Atëherë thuhet, ky Zotëri thot, dhe tani unë po ju them të rrini larg këtyre njerëzve dhe t'i lironi, sepse në qoftë se ky plan ose kjo vepër është prej njerëzve, ajo do të prishet. Por nëse është prej Perëndisë, ju nuk do mund ta prishni, sepse do të gjendeshit në luftë kundër vetë Perëndisë dhe në këtë gjë që tha, po tregoi urtësi, Gamalieli tregoi mençuri kur tha, lërini, lirojini, sepse nëse kjo vepër është prej njerëzve, ajo do të prishet. Përse vepra e njerëzve përfundon, merr fund, sepse nuk ka mbështetjen e Perëndisë. Le të kujtojmë ne që si qeni njerëzore që jemi, nuk kemi fuqi. Ne nuk kemi fuqi të mbinatyrshme. Por Perëndia, po, ai po mund na mbështes ne në predikimin ton, në mësimet tona, ose kur ne hapim gojën për të folur për Perëndin, për të folur për fuqinë e Perëndisë, për ekzistencën e tij, për të folur për shërbesën e mrekullueshme të Perëndisë ton, atëherë Perëndia na mbështet dhe ajo fjalë, ai bën që ato fjalë të arrijnë dhe të depërtojnë në zemrën e dëgjuesve. Dhe kështu që mbështetjen e Perëndisë ton është ajo që ne njerëzit duhet ta kemi. Duhet të kemi atë në mënyrë që të na besojnë për atë që po predikojmë, atë që po mësojmë, atë që po sigurojmë që është e vërtet, që të na besojnë, duhet të jemi të shoqëruar nga kjo mbështetje. Nga mbështetja e Perëndisë ton, ato premtime për ata që më ndjekin. Ndjekësve të mi do t'ju jap fuqi nga lart. Do t'i bekoj, do të flas përmes gojës së tyre, thot, do të përdor gojën e tyre, do të flas përmes tyre. Thot, bijët e bijve të bijve të tyre, pas shumë brezash do t'i përdor dhe do të flas përmes gojës së tyre. Të gjitha këto janë premtime të mrekullueshme që Perëndia ka bërë për ungjillin e tij të vërtet në librin e Isaias, në librat e profetëve. Aty lexojmë këto premtime dhe më pas Zoti Jezu Krisht gjithashtu duke folur, duke mësuar dishepujt e tij, duke i konfirmuar këto gjëra. Dhe këto histori që po lexojmë këtu në veprat e apostujve, shohim gjithashtu fuqinë e Perëndisë të shfaqur tek ta burra, te Pietri veçanërisht, dhe atëherë mrekullitë e Zotit po realizoheshin, fuqia e Perëndisë, dhe ky Zoti Gamaliel kishte të drejtë kur tha, lërini, sepse nëse kjo vepër është e njerëzve, kjo do të prishet, po, sepse gjërat e njerëzve shuhen, marrin fund, kanë një fund, janë kalimtare, por ajo që është nga Perëndia është e përsosur dhe vazhdon përgjithmonë. Atëherë ai thot këtu, nëse kjo vepër është nga Perëndia, atëherë ju nuk do mund ta shkatroni sepse ndoshta po luftoni kundër Perëndisë. Por siç thoshte ai, duke qenë se ai ishte i sigurt, jo, kjo vepër është e njerëzve. Unë po flas, po them këtë këtyre për t'i bindur, por kjo vepër është e njerëzve dhe do të mbaroj shpejt. Dhe thuhet në vargun 40 dhe ata i avun veshin, pra Sinedri, Këshilli e dëgjoi Gamalielin dhe ata i avun veshin dhe mbasi i thirrën apostujt, i rahën, apostujt e gjor apo jo i rahën, dhe u dhan urdhër të mos flasin emër të Jezusit dhe pastaj i liruan. Ata nuk ju vun veshin, ata nuk ju bindën fjalëve të këtyre njerëzve, sepse ata duhet i bindeshin Perëndisë më shumë se sa të bindeshin njerëzve, lavdi Perëndison. Kështu që ata u larguan nga faqja e Sinedrit, duke u gëzuar sepse kishin qenë çmuar të denjë të fryhen për emrin e Zotit ton Jezu Krisht. Dhe çdo ditë në tempull e në shtëpi nuk pushonin duke mësuar dhe duke shpallur lajmin e mirë që Jezusi është Krishti. Kaq shumë i ndoqën sugjerimet e Gamalielit.
ata ju bindën Perëndis më shumë se sa njerëzve. Fuqia e Perëndis u shfaq me ta, me gjithë këto shenja, mrekulli, sa e bukur do të kishte qenë, do të ketë qenë atë kohë, të shihje shfaqjen e dorës së Perëndis, të frymës së tij të shenjtë, të dhuntive frymërore tek apostujt, duke bërë ato mrekulli në çdo aspekt, dhe njerëzit vinin nga fshatrat, nga qytetet përreth, vinin për të parë, për të dëgjuar fjalën e Zotit, mesazhin e Zotit, lajmin e mirë të shpëtimit, fuqia e ungjillit të vërtet të Zotit ton Jezu Krisht. Perëndia është i njëjti dje, sot dhe përjetër. Zoti Jezu Krisht është udha e vërteta, jeta. Dhe frymën e shenjtë e dërgoi Zoti Jezu Krisht për të qenë me ndjekësit e tij përgjithmonë. Ai nuk tha deri në shekullin e parë, apo në të dytin, në të tretin, ai tha përgjithmonë. Dhe përgjithmonë është ajo që ne quajmë si njerëz përgjithmonë, lavdi Perëndison. Jezu Krishti është Perëndi. Perëndia ynë ekziston, ai jeton, duhet ta lavdojmë, duhet ta nderojmë, duhet ta përlëvdojmë, le t'i lutemi Perëndison, dhe po ashtu do të paraqesim përpara tij të gjitha sëmundjet. Sëmundjet, personat që mundohen nga frymra të këqija dhe nga sëmundjet të ndryshme që ekzistojnë. Çdo njeri të paraqes në planinë të Perëndis sëmundjen e tij. Tregojini Zotit atë që mjeku ju ka thënë ju. Dhe i thoni Zotit që të ketë mëshirë dhe që t'ju jap një mundësi për të jetuar në mënyrë që ju të përlëvdoni emrin e Zotit tim. Po ashtu dëshirat e zemrës dhe kërkesat që kemi do t'i paraqesim këto përpara Perëndison, dhe ai do të na përgjigjet, ai do të bëj veprën tek ne, i bekuar qoftë emri Perëndis ton, atë i shenjtë, atë qellor, atë i përjetshëm, krijues i qiejve dhe i tokës, Perëndia ynë i madh, i drejtë, ati i Zotit ton Jezu Krisht, Perëndia ynë i plot fuqishëm, Perëndi plot fuqishëm që u shfaqe në atë kohë, i dhe fuqi dhe kaq shumë mbështetje Petrit dhe të gjithë apostujve, sa thuhet se dhe me hijen e tyre ti bëje mrekulli, sepse ti doje të vije theksin te ungjilli yt, të theksoje, lartësoje fjalën tënde, të mësoje popullit se e kishin gabim, se mënyra e shpëtimit kishte ndryshuar, se tani kishte një metodë të re shpëtimi që ishte të besuarit e Zotit Jezu Krisht si e vetmja udhë që të çonte jetën e përjetshme. Dhe urdhërimet janë të njëjtat urdhërime që Zoti im i dha Mojsiut atje në Sinai, në pllaka guri. Lavdi emrit tënd, ti je i njëjtë, ti nuk e ndryshuar Zoti im. Faleminderit o Zoti i përjetshëm, të kërkoj që në këtë moment të shtrish dorën tënde të fuqishme mbi të gjithë të sëmurët. Ti di Zoti im të gjithë njerëzit, burrat dhe gratë të çdo moshe që janë të smur. Shtrije dorën tënde shëruese. Shtrije dorën tënde shëruese pse ata të kërkojnë ty, luten dhe thrasin për shërim. Ki mëshirë Zoti im, dhe gjithashtu ata njerëz që janë të lidhur nga frymra të liga, të munduar nga këta demon, nga magjit, nga mallkimet, ati shenjtë, dëgjoje lutjen tonë në emrin e birit tënd Jezu Krisht, dëgjoje thirrjen tonë. Shiko Zot gjithashtu dëshirat e zemrave të tyre, dhe shiko Zot po ashtu kërkesat që secili person ka para teje. Dëgjoj kërkesat e tyre, ndihmoj të gjithë o Zot, që gjithë secili të jetoj mirë para teje, që gjithë secili të ndryshoj, që njerëzit të jetojnë një jetë drejtë të shenjtë, që të jetojnë një jetë në shenjtëri. Na ndihmo Zot të gjithëve të jetojmë në shenjtëri ashtu siç ti je i shenjtë. Na ndihmo të bindemi dhe të ndryshojmë. Faleminderit Zoti im dhe Perëndi plot fuqishëm. Faleminderit për dashurinë tënde Zot.
I bekuar dhe I përlëvduar emri yt, le të përlëvdojnë të gjithë brezat. Të gjithë të besojnë dhe të kenë besim tek Ti, dhe të kërkojnë me zemër të sinqertë që Ti t'i bekosh ata në emrin e lavdishëm të Zotit Jezu Krisht, lavdi Zotit. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Lavdia dhe nderi për Perëndin ton, falenderit Zotit. Zoti ju bekoft të gjithëve, një përqafim të fortë për të gjithë ju, puthje për fëmijët. Shumë falenderit, Zoti ju bekoft. Ftoj personat për herë të parë që të shkojnë në kishë për të dëgjuar profeci, dhe ata që janë të rinj në kishë vazhdoni përpara sepse Perëndia ka shumë bekime për gjithë ju. Falenderit, Zoti ju bekoft.